huajt janë më të mirë. Po edhe gjithherë kur ka organizim të mirë, vendoset për një trajner të huaj. Asnjëherë, me një moment kur skuadra ka stabilitet financiar, edhe organizativ, shumë mirë nuk vendoset për trajner vendosur. Vetëm moment. Është kur zëvendësohet, pastaj masi që trajneri huaj e ban përllog, e ki rastin edhe të vllaznimit edhe Trepçës të vjetër. Të dy skuadrat, në momentin që i kanë rregullu pak financat, ka hedh syt ka kur të rritën apetitet. Po. Me çka pasë trajnera kosovar, që ka kontaktu Trepça? I ka kontaktu? Po, edhe janë këtë studio, njëri për tyre. E ka konfirmu vetë zëvendës presidenti i klubit, kom qenë në studio kër ka thonë që profën e ka kemi kontaktu profën. Po, ideja është, ke moj trenerin e min Baliqi 3 vjetë me kushte ekstreme të shtira, ku Trepça me nëzi ka egzistu pa paga, me shumë probleme, edhe në momentin që ti një rezultat 2 nuk pe i ka të favorshme. Amo Emini se kanë largu, Emini ka dhënë ndërheqje. Mirë dhe, ideja është me bështirë. Ta dim punën në ka klube që ti japë ndërheqje, po klubi nuk ta pranon, beson që ti mundesh me... Njëne prej klubeve shumë korekt, Trepça, me Haxhiun e udhëhequn, vërtet ka ndonë rast edhe Baliqit me shumë respekt ndaj tij, ja kanë mundësu të gjitha dhe Baliqi nuk ka qenë i shkarkum, Baliqi vetë është tërhek, edhe pse edhe sot flasin për kontributin e madh të tij. Dhe kjo është një arritje vërtet, një qëndrim, një relacion shumë korrekt i një klubi ndaj një treneri. Si në Trepçë, korektësia më që nuk më... Me shprofi që se mirët proporcion me rezultatet që shkanë qenë edhe qka është tash duke bo Trepça, Trepça tash është ma keq. Është jashtë, thuj se jashtë gara edhe për kualifikim direkt Superliga edhe për barë. Edhe pse nëse mbosh Liri, mundet më rikëthy. Nëse mbosh Liri. Direkt 4 gjëra kanë met, puna është duke u vështirësu jashtë zakonisht shumë. Trepça ka bo një fitore të madhe, prof. Trepça ka bo një fitore të madhe, edhe Trepça është njëne për ekipeve më cilësore në ligën e parë. Unë mendoj që bashkë me Drenicën, me Lirin, me Trepçën të Ethnon edhe Trepça janë të gjitha ty jonë, do më thënë për ka cilësia unë, për ka shia ime, unë po mendoj që Trepça është ekip ma cilësor, ma e kompletume. Do më thonë, Drenica është gjithsesi, sepse Drenica e ka edhe udhëtsin ma të mirë, para se dalim tek Drenica, Gjilani Dukagjini, nesër nuk do të drejtohet nga Mervan Bejtullahu. Ky fundit ka dhënë ndërheqje për arsye personale dhe ndërheqja e tij është pranuar nga zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës, derisa menjëherë është zëvendësuar me Egzën Dakajn, i cili do të jetë krahas asistentëve të tij në ndeshjen që nesër zhvillohet me fillim nga ora 15 në stadiumin e qytetit në Zhidan, ndërmjet Gjilanit dhe Dukagjinit. Prof, si e sheh këtë veprim të... E shoh një veprim shumë të pjekun të Mervanit edhe një vendim të duhur dhe unë mendoj që atë djalë duhet me rujt në atë gjithë, sepse duhet me qenë këtu real. Ka disa të cilët nuk mund të udhëheqin në ndeshjen në Superligë, disa refer. Do më thonë, kapaciteti tyre është shumë modest, kurse Mervani është një refer që vërtet ka kualitet edhe ka cilësi, dhe gabimet që i ka bo, që i ka pranu, mendoj se me se tregojnë pjekurin e ti, sidomos ky vendimi i ti është mu po më pëlqen shumë. Unë kom pa një ndeshje, një referi i cili as nuk është penalti, e as nuk është kartoni kuq. Mas asaj pasojnë, thuajse në pikpyetje vjen ndeshja me u zhvillu. Nuk po e përmendin ndeshjen me Drita Prishtina. Nuk po e përmendin ndeshjen, po kështu nuk shkon. Drita Nuk shkon me inate, me emocione, me udhëheq. Edhe tash njëti gjyqtar ka menduar drejtsinë në anë ndeshje. Ai ke pa atë ndeshje. Unë po mendoj që se largohet vetë lovë, se i bie që shumë. Merr Behar Maliqi për asnjë arsye karton të kuq. Nuk merret ashtu. Drejtimi ndeshje nuk duhet gjykuar.
Ndeshja duhet drejtuar. Duhet me drejtu, duhet me dhënë kaje. Edhe arbitri nuk duhet me qenë në plan të parë. Edhe si të bëhet protagonist arbitri, ajo nuk është më ndeshje. Edhe na duhet me ndihmu këtyne arbitreve të cilët vërtet kanë probleme. Që është largu për shkak se është qytetari Gjilanit mas pari. Jo, mas pari për ato nuk duhet. Duhet pa ngarkesa ka pas. Ka pas presion publik. Po ngarkesa lidhet edhe prej ndeshjes të kaluame. Mos harrojmë është gjyqtar që vjen nga Gjilani. Të dy skuadrat kanë një presion shumë të madh për pikë. Rezultati i favorshëm për njëra dhe tjetrën ka qenë një punë e mirë për vazhdimin e